Unë kam dëgjuar në fakt në një moment shumë të shkurtër, nuk dua të përmend, një aktore që thoshte po shqyr që ne kemi këtë lloj provokimesh dhe kemi këtë lloj degradimi në sjellje, sepse mos na duket Big Brotheri si një akademi shkencash. Dhe në fakt mua për këtë më vjen keq. Unë jam njëri nga qytetarët që nuk do doja të shikoja as dhunë, nuk do doja të shikoja as një nivel të ulët të njeriut që përlytet gjithandej me çdo lloj situate, do doja të shikoja cilësi, do doja të shikoja integritet, do doja të shikoja njerëz që din të përballojnë situatat e tyre me intelekt dhe din të përballojnë situatat e tyre me vetë përmbajtje emocionale, psikologjike. Unë jam një nga këto qytetarët, nuk do doja kurse që media të lobonte dhunën, të lobonte krimin, apo të lobonte çdo sharje dhe çdo degradim të gjuhës shqipe ta normalizonin duke thënë që kjo gjë është normale.